nderuar Zoti Kryeministër, e nderuar zonja Ministër e Ekonomisë dhe Inovacionit, të nderuar ministra, të nderuar kryetar të bashkisë, të nderuar ambasador, të nderuar pjesëmarrës, është një nder i veçantë për mua sot të jem këtu para jush, në një moment ku ndalemi për një çast të shohim se sa larg kemi arritur në rrugën e digitalizimit, si dhe të përfytyrojmë se sa larg mund të shkojmë akoma. Kur flasim sot për transformim digital, është bërë natyrshme që të merret si e merr qen, por në fakt asgjë nuk ka rënë nga qielli. Pas çdo shërbimi që qytetari sot e merr me një klikim, pas çdo procesi që dikur kërkonte radhë të gjata dhe ditë të tëra pritje, qëndron një punë e gjatë, e heshtur dhe këmbgulse. Dua të them bindje të plot që aty ku ka pasur një zhvillim digital, aty ka qenë Akshi. Sot dua ta nis me atë që për mua është thelbi i gjithçkaje që kemi arritur. Njerëzit, stafi i Akshit, punojësit e tij, inxhinierët, zhvilluesit, teknikët, përgjegjësit, drejtuesit, që punojnë pa pushim që sistemet të qëndrojnë në këmbë. Janë ato që rrallë i sheh dikush, por pa cilët asgjë nuk do të ishte funksionale sot. Këta njerëz e kanë ndërtuar transformimin digital të këtij vendi gur pas guri, me një përkushtim që shpesh ka tejkaluar çdo pritshmëri. Çdo sukses bardh djersën dhe mundin e tyre. Dhe arritjet flasin vetë. Implementimi i platformës së fundit më të re, e-Albania 2.0, nuk ishte thjesht një përmirësim teknologjik. Ishte një rilindje e mënyrës se si shteti flet me shtresat e ndryshme të shoqërisë. Një platformë më e shpejtë, më intuitive, më e sigurt. Për herë të parë përmes kësaj platforme, personat me aftësi të kufizuar mund të përdorin shërbimet publike online në mënyrë të pavarur dhe të thjeshtë. Për bizneset, platforma e re e-Albania 2.0 sjell një funksionalitet të ri dhe të shumë pritur nga gjithë bizneset. Menaxhimin e autorizimeve për delegimin e përkohshëm të shërbimeve publike online, që do thotë administratorët e bizneseve mund të autorizojnë punonjës apo përfaqësues për të përdorur shërbime të caktuara elektronike në emër të biznesit direkt nga portali e-Albania. Platforma e-Albania 2.0 optimizon dhe procesin e autentikimit, i cili në mënyrë klasike realizohej përmes SMS-s që vinte në telefon dhe e-mailit, dhe tashmë faktori i dytë i autentikimit mund të realizohet në mënyra nga më të ndryshmet. Po mbi këtë themel, ne ndërtuam edhe diellën, që të gjithë e njohim. Është asistentja virtuale në portalin e-Albania, ku çdo shqiptar ka pasur punë me të. Dhe krenarisht, ministrën tonë të inteligjencës artificiale. Diella nuk është një eksperiment teknologjik, është dëshmia se si Shqipëria po ndjek revolucionin e inteligjencës artificiale, jo më si spektator, por si një aktor aktiv në skenën botërore. Ky vizion nuk u ndërtua i izoluar. Akshi ka punuar krah për krah me partnerët ndërkombëtar, Bashkimin Evropian, Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe shtetet e tjera, që kanë besuar në rrugën tonë dhe kanë investuar në të. Projektet që kemi zhvilluar bashkë me ta janë bërë ura që lidhin Shqipërinë me standardet më të larta të botës digjitale. Dhe njëkohësisht kanë treguar se ekspertiza shqiptare ka çfarë t'i jap kësaj bote përveç se çka t'i marrë. Më lejoni të prek edhe diçka njerëzore. Rrugët që ndërtojnë diçka të re kur nuk janë të lehta. Ka pasur momente kur puna jonë është vënë në provë, kur përkushtimi ynë është sfiduar, kur ka qenë më thjesht dorëzohesh se sa të vazhdosh, por ekipi i Akshit zgjodhi të mos ndalet.
Akshi ju përgjigj çdo sfidë në mënyrën e vetme që dinte, duke punuar më shumë, duke ndërtuar më mirë dhe duke i lënë rezultatet të flasin vetë. Historinë e institucionit ton e shkruajnë shërbimet që i ofrohen sot qytetarëve çdo ditë, çdo moment. Kjo qëndresë, ky dinjitet është arritja për cilën jemi krenar. Të gjitha këto arritje, i Albania, Diella, projektet kombëtare dhe projektet ndërkombëtare, kërkojnë një instrument që të lëviz më shpejt në sfidat e së ardhmes. Ky instrument është Albanian Digital Solution, shoqëria e re që krijojmë sot, e cila lindi si motor i nevojshëm për zhvillimin e shërbimeve teknologjike të vendit. Ky nuk është një model i shpikur vetëm në vendin tonë. Është një model i provuar gjithësisht në vendet e Bashkimit Evropian, si Italia, Austria, Republika Çeke, Estonia dhe tjerë, ku shoqëri të specializuara shtetërore janë bërë krahu zbatues që ka përshpejtuar transformimin digital të vendit të tyre. Dhe Shqipëria, me krijimin e Albania Digital Solution, ndjek pa ato rrugë suksesshme, të përshtatur me realitetin dhe ambicien tonë. Aty ku Akshi ka hedhur themelet dhe projekton vizionin e qeverisë shqiptare, Albanian Digital Solution do të jetë implementuesi që e kthen vizionin në realitet. Ky është një hap strategjik që jep Shqipërisë kapacitetin për të mos qëndruar pas në garën globale të teknologjisë së informacionit. Akshi është i destinuar të çojë digitalizimin e vendit përpara, sepse emri i digitalizimit është i lidhur ngushtësisht me Akshin. Çdo shërbim do të jetë proaktiv, ku qytetari nuk kërkon, por shteti e din dhe e ofron. Inteligjenca artificiale në prokurime dhe administratën publike do të heqë gjithë peshën burokratike nga supet e njerëzve. Të rinjt nuk kam se të largohen nga vendi për të gjetur teknologji të ardhmes, sepse kjo teknologji po ndërtohet këtu. Të dhënat që i shërben qytetarëve do të vazhdojnë të ruhen me përgjegjësi të lartë si gjithmonë. Do të na duhet po ky përkushtim që na solli deri këtu, madje edhe më shumë. Do na duhet guximi për të provuar ato që askush rreth nesh nuk i ka provuar dhe nuk ka tentuar. Do të na duhet mbështetje e gjerë dhe mbi të gjitha talenti i jashtëzakonshëm i njerëzve tanë. Endaj sot, derisa hapim këtë event dhe themelojmë Albanian Digital Solution, dua ta mbyll me një falënderim. Faleminderit Zoti Kryeministër për vizionin dhe mbështetjen. Faleminderit çdo personi në këtë sallë dhe jashtë saj që ka besuar te transformimi digital i Shqipërisë. Faleminderit partnerëve tanë ndërkombëtar. Faleminderit stafit mrekullueshëm të Akshit. Faleminderit. Tani kam kënaqësinë të ftoj për fjalën e tij përshëndetëse administratorin e Albanian Digital Solution, zotin Sajmir Kaplani. Faleminderit drejtor. I nderuar zoti kryeministër, e nderuar zonja ministre e ekonomisë dhe inovacionit, i nderuar drejtori i përgjithshëm i Akshit, të nderuar ministra, ambasador, drejtues institucionesh, përfaqësues të sektorit privat, partner dhe të ftuar. Është privilegj për mua të prezantoj sot Albanian Digital Solution, një shoqëri të re të krijuar për të mbështetur një nga prioritetet më të rëndësishme të vendit, transformimin digital të shtetit shqiptar. Sot nuk prezantojmë vetëm një kompani të re, prezantojmë një model të ri për të ndërtuar, administruar dhe përmirësuar me përgjegjësi shërbimet digjitale publike. Në vijim do të ndalem shumë shkurt në 3 çështje kryesore, cili është misioni dhe vizioni ynë për ADS-n, çfarë risie sjell ky model dhe si do të ndërtojmë ekipin që do të bëjë të qëndrueshëm këtë reformë. ADS është konceptuar si kompania teknologjike in-house ose operatori profesional i shërbimeve teknologjike të shtetit shqiptar. Misioni ynë është që me kapacitetet tona të garantojmë sigurinë, vazhdimsinë, përmirësimin e shërbimeve digjitale të shtetit dhe të ndërtojmë ekspertizë
që mbetet brenda institucioneve. ADS do jetë partneri teknologjik i besueshëm i institucioneve publike, duke marrë përsipër në mënyrë progresive dhe të mirë planifikuar mbështetjen dhe menaxhimin e sistemeve që kanë nevojë për kapacitete të dedikuara. Roli i ADS-s nuk do të kufizohet vetëm në operimin dhe mirëmbajtjen e sistemeve ekzistuese, por do të shtrihet edhe në mbështetjen e institucioneve për identifikimin e nevojave, konceptimin e zgjidhjeve dhe implementimin e teknologjive të reja. Në një fazë kur inteligjenca artificiale, automatizimi dhe përdorimi strategjik i dhënave po bëhen mjete të domosdoshme për një administratë moderne dhe më efikase, ADS synon të zhvillohet si një hub kombëtar i inovacionit dhe inteligjencës artificiale për sektorin publik, duke i kthyer këto teknologji në zgjidhje konkrete, të sigurta dhe me impakt real për institucionet dhe shërbimet publike. Në planin afatgjat, ambicia jonë është që Shqipëria të mos jetë vetëm një përdoruese e teknologjisë, por të ndërtoj ekspertizë të vetën, të aftë të krijoj modele, zgjidhje dhe kapacitete që mund të kenë vlerë edhe përtej kufive të vendit. Por cilat janë risitë që do të sjellë modeli in-house i ADS-s. Risia kryesore e këtij modeli është reduktimi i varësisë nga qasjet të fragmentuara në një model më të standardizuar, më të koordinuar dhe më të qëndrueshëm për shërbimet publike. ADS nuk synon thjesht të ndërtoj sisteme, por të krijojë kapacitet të dedikuar që garanton vazhdimsinë, integrimin, sigurinë dhe përmirësimin e vazhdueshëm me standarde të larta. Ky model do të kontribuojë gjithashtu edhe në përdorimin efikas të fondeve publike, përmes një qasje transparente dhe të qëndrueshme. ADS synon të ofrojë shërbime me kosto më të optimizuara për institucionet publike, duke u mbështetur në kapacitetet e veta dhe duke garantuar cilësinë dhe sigurinë e tyre. Dhe më e rëndësishmja, ky model do të garantojë pavarësi operacionale dhe siguri të infrastrukturës digjitale. Sistemet kritike publike, arkitektura mbi të cilën ato janë ndërtuar, kodi të dhënat, do të menaxhohen nga një kapacitet i specializuar shtetëror me përgjegjësi dhe me standarde sigurie. Por, patjetër që për ta çuar përpara këtë reformë dhe për ta bërë të qëndrueshëm, ne nuk mjafton vetëm teknologjia, nevojiten ekspert të aftë, njerëz të përkushtuar dhe profesionistë që dinë ta përkthejnë teknologjinë në zgjidhje dhe në shërbim real për qytetarët. ADS do të ndërtohet mbi ekspertizë, profesionalizëm dhe meritokraci. Ambicia jonë është të krijojmë një ekip elitar ekspertësh të teknologjisë, ku profesionistët më të mirë brenda vendit dhe në diaspor të mund të kontribuojnë në projekte digjitale me rëndësi publike. Për këtë arsye, ADS do të ketë një qasje moderne ndaj rekrutimit, zhvillimit profesional dhe shpërblimit, me fokus tek aftësia, integriteti dhe performanca. Qëllimi ynë është të ofrojmë një mjedis profesional konkurrues, motivues, duke përfshirë paga konkurruese dhe fleksibilitet, me qëllimin që talenti të ketë arsye të qëndrojë, të rikthehet dhe të kontribuojë në Shqipëri. Ne duam që inxhinierët, ekspertët, arkitektët e sistemeve ta shohin ADS-n jo vetëm si një vend pune, por si një mision kombëtar dhe një mundësi për të ndërtuar zgjidhje digjitale për Shqipërinë. Dhe si përfundim, ne jemi të vetëdijshëm se besimi nuk mund të fitohet me një vendim themelimi ose me një prezantim publik. Ai fitohet çdo ditë me sisteme që funksionojnë, me shërbime që përmirësohen dhe me rezultate që maten. Për këtë arsye, profesionalizmi, transparenca dhe llogaridhënia do jenë parimet mbi të cilat ADS do të ndërtojë punën e vet. Ky është misioni me të cilën ADS fillon punën sot, të ndërtojmë kapacitetet të qëndrueshme teknologjike për shtetin, ekonominë dhe të ardhmen digjitale të Shqipërisë. Ju faleminderit. Dhe tani kam kënaqësinë të ftoj për fjalën e rastit Ministrin e Ekonomisë dhe Inovacionit, zonjën Delina Ibrahimit. Zonja Ministre, fjala për ju.
Përshëndetje të gjithëve, i nderuar zoti kryeministër, të nderuar përfaqësues të institucioneve publike, përfaqësues të sektorit privat, partner dhe miq. Sot ne jemi këtu për të prezantuar krijimin e një shoqërie të re, e një shoqërie që do të ndihmojë Shqipërinë në transformimin e saj digjital. Në shumë pak vite, në fakt, Shqipëria ka arritur të ndërtojë një nga modelet më të avancuara të qeverisjes elektronike, jo vetëm në rajon, por dhe më gjerë. Përmes Akshit, ne, dhe duke investuar vazhdimisht në rritjen e kapaciteteve të tij, kemi ngritur dhe rritur infrastrukturën shtetërore digjitale, duke ndërtuar themelet, por dhe duke i zhvilluar themelet e kësaj infrastrukture. Kemi ndërtuar portalin unik i Albania, i cili sot ofron 1278 shërbime dhe ka 3.4 milion përdorues. Kemi ndërtuar infrastrukturën kombëtare të ndërveprimit të sistemeve, ku 72 sisteme ndërveprojnë në kohë reale. Kemi ndërtuar databazat, qendrat e të dhënave, janë 70 databaza që nëpërmjet sistemit të ndërveprimit ndërveprojnë dhe ndihmojnë në ofrimin e shërbimeve më të shpejta dhe më të mira për qytetarët. Kemi ndërtuar rrjetin GovNet, i cili ndërlidh 140 institucione në nivel qendror dhe qindra institucione në nivel lokal. Kemi ndërtuar infrastrukturën për identitetin elektronik dhe sistemet e sigurisë kibernetike. Janë mbi 50.000 individ dhe 118.000 biznese që sot operojnë në kohë reale, duke i bërë shërbimet e tyre nëpërmjet nënshkrimeve elektronike. Përmesi Albania, ndër vite, janë marrë 58 milion shërbime publike dhe janë gjeneruar 28 milion dokumenta me vulë elektronike. Vetëm gjatë vitit 2025, janë marrë 17 milion shërbime publike me një mesatare mujore prej 1.45 milion. I thash këto, jo për të dhënë statistika dhe jo për të treguar vetëm punën e jashtëzakonshme që Akshi ka bërë ndër vite, por këto janë të gjithë element që shkojnë në kursimin e kostos për qytetarët dhe për biznesës. Janë në shkurtimin e afateve, në shkurtimin e kohës, pra janë një rritje e eficiencës së ofrimit të shërbimeve publike ndaj qytetarëve dhe bizneseve. Digitalizimi dhe ndërveprueshmëria e plotë të shërbimeve publike kanë kursyer 620 miliard lek për shoqërinë shqiptare, duke eliminuar tarifat për shërbimet elektronike, rrugën, radhët dhe kohën e nevojshme për marrjen e dokumentave. Por, ndoshta më e rëndësishmja, transformimi digjital nuk ka sjellë vetëm efikasitet dhe reduktim të kostove. Transformimi digjital ka sjellë më shumë transparencë dhe më pak korrupsion. Në vëmendjet punës tonë të përditshme, ka qenë jo vetëm digitalizimi i shërbimeve, por edhe rinxhinjerimi i tyre, për të eliminuar kontaktet fizike ndaj qytetarëve apo bizneseve me administratën publike, për të thjeshtësuar dhe deregulluar shërbimet, për të pasur sisteme të cilat ofrohen në bazë të vetë deklarimeve apo dokumentave të cilat merren automatikisht nga databaza, pra për të automatizuar sa më shumë dhënien e shërbimeve. Sa më pak kontakte fizike me sportelin, sa më shumë proceset automatizuara, të standardizuara dhe të gjurmueshme elektronikisht, aq më i ulët bëhet risku për ndërhyrje arbitrare, për vonesa të pajustifikuara dhe për praktike abuzive. Në çdo aplikim, dokumentet apo vendimarrjet tashmë lën gjurmë digjitale të verifikueshme. Dhe në këtë mënyrë, teknologjia nuk po rrit vetëm eficiencën e administratës publike, por edhe integritetin, transparencën dhe besimin te shërbimet publike. Lidhja direkte e ofrimit të shërbimeve publike digjitale dhe investimeve në digitalizim dhe reduktimit të korrupsionit nënvizohet nga raportet e Bankës Botërore për Shqipërinë, nënvizohet nga raportet e Kombeve të Bashkuara apo dhe të OECD-s. Dhe kjo tregon avancimin e Shqipërisë në këtë drejtim. Dhe sigurisht kjo është një merit e padiskutueshme e Akshit dhe stafit të saj. Sipas raportit të Komisionit Evropian, e-Government Benchmark, i cili bëhet për vendet anëtare dhe vendet kandidate, pra për të 36 vendet, Shqipëria vlerësohet për elementë si orientimin ndaj përdoruesit, transparenca, aspektet teknike dhe shërbimet ndërkufitare. Në raportet rajonale, Shqipëria ka një vend të padiskutueshëm të parë, si vendi më i avancuar në Ballkanin Perëndimor për transformimin digjital dhe për ofrimin e shërbimeve publike.
Pra sot Shqipëria konsiderohet një histori suksesi, duke renditur vendin të 8-in në Europë për shërbimet publike digjitale dhe të 19-in në botë. Por sot, nevojat e administratës publike janë të ndryshme nga ato që ishin vite më parë. Teknologjia nuk është më një funksion mbështetës apo dytësor. Ajo është bërë pjesë integrale e funksionimit të çdo qelizë të shtetit. Administrata publike sot mbështetet në platforma digjitale, në sisteme të integruara, në databaza, në instrumente analitik dhe në shërbime elektronike që përdoren në çdo proces pune, nga ofrimi i shërbimeve te vendimarrja, te financat publike, tek prokurimet të analizave të dhënave, ndërveprime me qytetarët e bizneset. Në të njëjtën kohë, ritmi i zhvillimeve teknologjike është shumë më i shpejtë se më parë. Inteligjenca artificiale, automatizimi, cloud computing, analiza e të dhënave dhe siguria kibernetike po transformojnë mënyrën se si funksionojnë administratat moderne jo në Shqipëri por në mbar botën. Dhe për këtë arsye, shteti ka nevojë për struktura më fleksibël, më të specializuara, me kapacitete më të rritura dhe avancuara teknike dhe të afta për të mbështetur administratën në operimin e përditshëm dhe në transformimin e vazhdueshëm të saj. ADS është përgjigje ndaj gjitha këtyre sfidave. Ajo është konceptuar si një strukturë moderne, operacionale publike që do të mbështesë zhvillimin, administrimin dhe mirëmbajtjen dhe operimin e platformave digjitale. Krijimi i ADS-s reflekton një vizion të ri të shtetit digjital shqiptar. Një model ku Akshi rrit kapacitetet e vetave duke marrë një rol strategjik, regulator, monitorues, përcaktues të standardeve dhe monitorues të standardeve që garantoj cilësinë dhe integritetin e të dhënave të vendit, në ndërkohë që ADS bëhet instrumenti operacional i zbatimit të gjithë politikave dhe i krijimit dhe sigurisë së zbatimit të këtyre standardeve. ADS-ja synon që Shqipëria jo vetëm të ndërtojë produkte, shërbime për administratën publike, por dhe t'i eksportojë ato. Sistemet dhe platformat dhe ekspertiza e zhvilluar mund të shndrohen gradualisht edhe në produkte dhe shërbime të tregtueshme për institucione apo tregje të tjera, duke krijuar një potencial për gjenerim të ardhurash dhe për zhvillimin e industrisë vendase të teknologjisë. Shqipëria sigurisht e përmendi drejtori, ka hyrë në një fazë të re të zhvillimeve teknologjike, nëpërmjet asistentit virtual Diella, por edhe nëpërmjet ministres së parë me inteligjencë artificiale Diella, ne kemi arritur që zhvillimin teknologjik ta përkthejmë në eficiencë të rritur të administratës publike. Inteligjenca artificiale, e cila do të mbështes punën e ministres Diella, së shpejti do të punoj për hartimin dhe zbatimin e projektit madhor të përdorimit të inteligjencës artificiale në prokurimet publike. Inteligjenca artificiale do të mbështesë hartimin e termave të referencës, për llogaritjen e fondit limit, kontrollin e dokumentave të tenderit dhe vlerësimin e procedurave. Dhe sistemi do të ndjek afatet në kohë reale dhe do të krijojë më shumë transparencë në ofrimin e shërbimeve të prokurimeve publike. Qëllimi ynë është që Shqipëria të ketë sistemin e parë të prokurimeve publike tërësisht me inteligjencë artificiale dhe pse jo të eksportojë këtë sistem në të gjithë vendet e botës. Në të njëjtën kohë, nëpërmjet Innovation for Albania ne po mundohemi që të ndërtojmë një mekanizëm që do të ndërlidhë administratën publike me sektorin privat, me startupet, me universitetet dhe me komunitetin e inovacionit. Përmes këtij modeli bashkëpunimi, shteti nuk do të jetë vetëm një përdorues i teknologjisë, por edhe katalizator i inovacionit. Innovation for Albania do të mundsojë identifikimin e problematikave të administratës publike dhe transformimin e tyre në sfida konkrete GovTech, duke bashkëpunuar ngushtësisht me ADS-n dhe me sektorin privat për të zhvilluar zgjidhje të reja digjitale që përmirësojnë sektorin publik, por përmirësojnë dhe ekonominë e vendit në tërësi. Ekosistemi i startupeve është rritur në mënyrë eksponenciale gjatë viteve të fundit. Shqipëria regjistroi rritjen e 4 më të lartë në ekosistemin e startupeve në Europë dhe u ngjit 8 vende në renditjen globale të Startup Blink për vitin 2026. Sot, vlera e ekosistemit shqiptar të startupeve është $606 milion amerikan. Dhe vizioni ynë është që Shqipëria të shndrohet në një qendër rajonale të startupeve dhe inovacionit, që ADS të bëhet lider në krijimin, ofrimin dhe eksportimin e zgjidhjeve GovTech dhe sigurisht që Shqipëria të vazhdojë të mbajë flamurin lart si historia e suksesit të transformimit digjital në rajon dhe më gjerë.
Sot me krijimin e ADS, ne jemi një hap më afër realizimit të këtij vizioni, ndaj dua t'ju uroj gjithë sukseset ADS-s, stafit, drejtorit, por edhe drejtorit të Akshit. Faleminderit. Tani kam kënaqësinë të ftoj Kryeministrin e Shqipërisë, zotin Edi Rama. Shumë faleminderit, është një ditë e shënuar në rrugën e revolucionit digital dhe transformimit rrënjësor të qeverisjes së vendit përmes teknologjisë, sepse sot ne bëjmë publike një kompani të re, një shoqëri të re, e cila krijohet si një domosdoshmëri në këtë fazë të re të zhvillimit të qeverisjes elektronike. Akshi është një histori e jashtëzakonshme suksesi, e cila ka kaluar përmes një rrugë as pak të lehtë, një rrugë që ka nisur me një grusht shërbimesh dhe që pastaj ka kulmuar në 1200 e kusur shërbime publike online, një rrugë që ka nisur me një grusht njerëzish që përdorin platformën dhe pastaj ka kulmuar me mbi 3 milion përdorues si rezultat edhe i momentit dramatik të pandemisë, kur faktikisht platforma i Albania u bë shpëtimtare për shëndetin e shqiptarëve, të cilët përmes saj mundën njëkohësisht që të zbatojnë edhe masat e domosdoshme kufizuese. Një rrugë ku sigurisht nevoja për financim ka ardhur duke u rritur, pasi sistemet e ndërtuara kërkojnë financim qoftë për të ndërtuar, qoftë edhe për të mirëmbajtur, dhe një rrugë ku qartësisht lindi nevoja për të ndarë udhëheqjen e qeverisjes elektronike, për caktimin e standardeve, orientimin e arkitekturës digjitale, koordinimin e forcave të përfshira dhe kontrollin e cilësisë dhe përputhshmërisë me gjithë nivelin operacional. Për të ndarë jo më mes sektorit publik dhe sektorit privat, po në radhë parë brenda sektorit publik. Për të ndarë duke krijuar kështu një kompani të re, Albanian Digital Solutions, që do të zhvilloj sisteme pa pasur gjithmonë nevojë që shteti t'i drejtohet privatit, po përkundrazi me ambicien që shteti të krijojë kompaninë më të suksesshme publike të zhvillimit të sistemeve dhe të mirëmbajtjes së tyre. Kompaninë më të suksesshme në treg, një kompani e cila të ketë kapacitetin të kthehet në një hapësirë për të gjithë talentet, një kompani e cila të ketë pagat
më të larta në tregun e shërbimeve digjitale, një kompani e cila të ketë kapacitetin që talenteve jo vetëm brenda vendit, por edhe jashtë vendit, të ofrojë mundësinë që të bëhen pjesë e saj, duke kombinuar qoftë punën në zyrë, qoftë punën në distancë në funksion të qëllimeve, një kompani që tjetë garanci për institucionet e vendit, të cilat nuk mund të mbeten asnjëherë peng i privatëve në mirëmbajtjen e sistemeve të tyre, një kompani që të garantojë të gjithë vazhdimsinë teknike, por edhe të ofrojë përgjegjësinë më të lartë institucionale dhe qytetare në raport me publikun, duke garantuar njëkohësisht matshmërinë e shërbimit. Kjo është ambicia. Kjo është ambicia e cila ka edhe një faturë shumë domethënëse, shumë kuptim plot, e shkruar mbas të një projekcioni të pikërisht shifrave që ndryshojnë me ndryshimin e qasjes së qeverisë dhe të qeverisë elektronike ndaj marzëve të shërbimit. Që do të thotë, në rast se sot ne shpenzojmë një shumë X për vetëm mirëmbajtjen e sistemeve, një shumë e konsiderueshme e cila i shkon kompanive private, brenda një harku 3 vjeçar, ne do t'i kursejmë shtetit dhe do t'i kursejmë vetë qeverisjes elektronike një shumë të barabartë me shumën që sot shkon për mirëmbajtjen, e cila faktikisht do mund të kthehet në një kapacitet të ri investimesh nga ana e akshit përmes Albanian Digital Solutions. Është kaq e thjeshtë. Është e shkruar e zeza mbi të bardhë me një aritmetik të thjeshtë, se s'është as matematikë. Dhe në ndërkohë, qeveria duke marrë këtë rrugë, do të kthejë sytë e kompanive nga sektori privat. Pasi ADS-ja patjetër që do të bëhet një superfuqi në treg, por do të jetë një superfuqi e përqendruar tek shërbimet publike. Nuk do të jetë një kompani të paktën në fazën e parë që do të synojë të hyjë edhe në sektorin privat, i cili sot është në kontrast dramatik me sektorin publik në këtë fushë, ku Shqipëria sa që shkëlqen në të gjitha klasifikimet ndërkombëtare për shërbimet publike digjitale dhe për qeverisjen elektronike, aq edhe nxin kur vjen puna tek sa sipërmarrja dhe sektori privat janë të familiarizuar dhe të integruar në botën e re të teknologjisë digjitale. Kështu që kompanitë private do duhet të riimagjinojnë pozicionin e tyre në treg dhe të rikonceptojnë rrugën e të ardhmes tyre, ashtu si kundër dhe ne riimagjinuam dhe rikonceptuam rrugën e të ardhmes së shërbimeve publike përmes krijimit të kësaj kompanie. Një tjetër aspekt i rëndësishëm që përbën një favor
për këtë zgjidhje është edhe kapaciteti që do të krijojë në këtë mënyrë shteti për të pasur përmes kësaj kompanie edhe zgjidhje të cilat mund të kthehen më pas në module apo në prototipe që mund të eksportohen. Ministria e preku zgjidhjen për cilën po punohet intensivisht për modelin inovativ të prokurimeve publike me inteligjencë artificiale. Inteligjenca artificiale ka hyrë në prokurimet publike kudo, po ka hyrë në segmentet caktuara të procesit, ndërkohë që e jona është përpjekja e parë që synon të mbulojë me inteligjencë artificiale të gjithë procesin. Dhe në këtë përpjekje ne jemi të angazhuar, por edhe të koordinuar me shumë shtete, me agjencitë apo strukturat që merren me shërbimet dhe me qeverisjen elektronike në shumë shtete. Është një përpjekje që ne besojmë shumë që do t'ja dalim me sukses ta kthejmë në një realitet, dhe duke kthyer në realitet do të thotë që të disponojmë një produkt të prodhuar në vendin tonë, i cili të jetë i eksportueshëm. Ky është bekimi i epokës teknologjisë. Epoka e teknologjisë i jep mundësi gjithkujt kudo. Nuk ka rëndësi nëse je i pasur apo nëse je i varfër, nëse je në qendër apo nëse je në periferi, nëse je në fush apo nëse je në mal, nëse vë në punë ashtu si duhet talentin, teknologjia t'jep mundësinë të bësh kapërcime të cilat do t'ishin të paimagjinueshme pa forcën e teknologjisë. Kjo kompani, duhet ta theksoj edhe këtë, shkon në të njëjtën linjë me një qasje të re të qeverisë, e cila është një qasje që ka ardhur si rezultat i një kalimi në një fazë tërësisht të re të vetë Shqipërisë dhe të vetë shtetit shqiptar. Duhet them që qeveria e ka parë të udhës sepse ka parë të krijohen kushtet për t'i dhënë më tepër theks forcave që mund të vëri në terrenin e ekonomisë sektori publik. Korporata shqiptare e investimeve është një realitet sot që flet qartësisht për epërsinë e kësaj qasje në raport me atë të mëparshmen që ishte e kushzuar nga koha dhe nga mekanizmat e dobët që ne e kishim në dispozicion. Korporata shqiptare e investimeve sot ka krijuar një portofol me një kapacitet mbi gjysmë miliard euro që do të shkojnë në interes të shtetit shqiptar, duke mos bërë asgjë tjetër përveç se pronat publike, duke i vënë në shërbim të zhvillimit për interesat edhe të shtetit. Jo më kudo dhe kurdo dhënie të pronës publike për hiq asgjë në emër të zhvillimit, diçka që është bërë në të shkuarën dhe është bërë me drejtë sepse s'ka pas mundësira tjera, se më vjen tani natyrshëm të them edhe për këtë zhurmën e madhe që është ngritur mbi një lajm të rrem, sa thuhet që me demek shteti po fal Zvërnecin, shteti nuk po fal asgjë, sepse shteti aty nuk ka asgjë. Ajo është një pronë private. Një pronë private den babaden. Dhe investitorët e përfshirë në atë proces janë investitorë tejet serioz,
të cilët atë pronë e kanë marrë nga privatët, që t'jemi shumë të qartë. Ndërkohë që shteti ka pasuri në anën tjetër projektit, që është ishulli i Sazanit, ku ende sot nuk ka mbaruar negociata pasi korporata shqiptare e investimeve është pjesë e projektit. Dhe shteti shqiptar do t'jetë aty. Dhe toka e ishullit do t'jetë aty e shtetit shqiptar. Kompania tjetër që ne kemi krijuar, që është një kompani publike po ashtu me partneritet privat, është Alp Tresi. Alp Tresi sot ka marrë të gjitha ato që deri dje bëheshin me koncesione të dështuara. Koncesioni i markimit të naftës, koncesioni i pullave fiskale kanë qenë koncesione të dështuara. Sot nuk janë më koncesione, por janë aktivitete të ligjzbatimit, të cilat i bën një kompani publike me përfshirjen e një partneri tjetër shtetëror, Emiratet e Bashkuara, dhe me ekscelencën që vjen pastaj nga privati, duke mundësuar që markimi i naftës, gjurmimi të gjithë madrave të akcizës, identitetit digital, letrat me vlerë, të gjitha këto të jenë pjesë e një holdingu shtetëror. Dhe natyrisht këtu shteti merr edhe të ardhurat. Sot, faktikisht, nuk kemi më në kushtet e koncesionit për pashaportat, edhe për kartat e identitetit. Sot, karta e identitetit kushton më lirë dhe shteti shqiptar, përmes kompanisë përkatëse, Identitek, përfiton para, të cilat deri dje shkonin të gjitha në xhepin e një privati. Kompanit që po krijojmë në fushën e mbrojtjes janë të gjitha kompani të cilat lindin nga një përcaktim shumë i thjeshtë. Ne nuk duam të huaj që të vinë në Shqipëri të marrin toka, të marrin kapanone, të marrin struktura, edhe të prodhojnë. Ne duam që cili do që vjen në Shqipëri të bashkëprodhoj me ne, të bashkëprodhoj me shtetin shqiptar, me Ministrinë e Mbrojtjes dhe me kompanin që ne kemi krijuar Kajo, e cila është një kompani tjetër publike, e cila është pjesë e investimeve private që bëhen në fushën e mbrojtjes. Dhe kështu, shteti, Ministria e Mbrojtjes, sektori i mbrojtjes, ushtria shqiptare fiton para nga ky aktivitet. Vetëm kompania Timak Defense, e cila ka lindur nga një bashkëpunim me shtetin i një startupi shqiptar të krijuar nga një vajzë që prodhonte në mënyrë artizanale makina, sot ka një portofol porosish për të eksportuar nga Shqipëria, ndodh sot, për të eksportuar nga Shqipëria makina, ambulanca, makina policie, zjarr fikse, makina ushtrie, mbi gjysmë miliardi. Dhe natyrisht që duke qenë pjesë brenda, shteti merr të ardhura. Kompania tjetër e krijuar, që së shpejti do të fillojë të japi prodhimet e para, është kompania Guna, e cila do të prodhojë të gjitha uniformat e shtetit shqiptar, duke filluar nga të gjitha uniformat e ushtrisë shqiptare. Në Shqipëri prodhohen uniforma për ushtrisë suedeze. Ushtria suedeze i prodhon uniformat e veta në Shqipëri, në një zonë
rurale të Shqipërisë, në një manufakturë modeste, ushtria suedeze. Dhe ndërkohë, shteti shqiptar rokanisej lart e poshtë me tendera, uniforma këtu, uniforma aty, kapelja e vogël, kapelja e madhe, këpuca e majtë, këpuca e djathtë, bam e bum në për prokurorira, e bam e bum në për kanale ankimimesh. Se erdhi italiani, erdhi gjermani, erdhi tjetri e tjetri, as italian, as gjerman, as gjë. Gjitha lojra që përfundonin në turpe. Sot, ne kemi këtë kompani të përbashkët, e cila do të prodhojë uniformat për ne, për shtetin shqiptar, për ushtrin shqiptare, për policin shqiptare, për zjarfiksat, për policit bashkjake dhe do të prodhojë uniforma edhe për ushtrit e tjera të NATO-s. Kanë filluar që tani kontaktet, sepse ne kemi krijuar një tradit në historinë e qepjes. Shqepjen e bënim kur merreshim me shtetin, qepjen kur merreshim privat. Tani jemi në tjetër fazë dhe për të mos u zgjatur më tutje, sepse kjo është një temë që mua më pasionon shumë dhe ka shumë gjëra për të thënë, po unë dua të them që faza e parë e qeverisjes sonë ishte kalimi nga epoka e gurit dhe drurit, se ishte dhe gur dhe dru, kur ne morëm detyrën, në epokën digjitale, me krijimin e platformave. Faza e dytë ishte digitalizimi i shërbimeve. Tani jemi në fazën e tretë, që është faza e administratës inteligjente. Dhe nuk fola se çfarë komponentësh të inteligjencës artificiale ka në kompanitë që përmenda më lartë, nuk fola se çfarë komponentësh teknologjik ka në kompanitë që përmenda më lartë, por dua të them që sot ne kemi nisur jo vetëm projektin e madh të transformimit revolucionar të procesit prokurimeve, por kemi nisur edhe projektin e futjes së agjendëve me inteligjencë artificiale në nivelin e parë të qeverisjes. Kemi filluar me ministrit dhe me sektorët e financave dhe të shërbimeve juridike të ministrive, duke angazhuar një strukturë të posaçme për të kaluar në përdorimin e agjendëve të inteligjencës artificiale për t'i dhënë shpejtësi, për t'i dhënë integritet lartë profesional dhe për t'i dhënë edhe një cilësi të padiskutueshme të gjitha akteve që lidhen me financat dhe me shërbimet juridike. Po e përdorim gjërësisht inteligjencën artificiale në përafrimin me legjislacionit tonë me legjislacionin e Bashkimit Evropian, po e përdorim përditje më shumë inteligjencën artificiale në tatime, një nga arsyet pse të ardhurat rriten pa rritur taksat, përveç administrimit kësaj, është edhe platforma e inteligjencës artificiale e cila e ndihmon shumë administratën tatimore dhe doganore për të identifikuar ku janë problemet pa pasur nevojë që të lëshohen rrugëve për të sulmuar në dyert e të gjithë bizneseve për të gjetur në gjë. Në mbyllje, dua të them edhe ato që preku pak ministria. E gjithë kjo është çfarë ka të bëjë me qeverisjen elektronike, çfarë ka të bëjë me një shtet i cili funksionon mbi teknologjinë dhe i cili duke funksionuar mbi teknologjinë bëhet një shtet shumë herë më
i afërt dhe shumë herë më efikas për qytetarin. Por, nga ana tjetër, që ne të shkëlqejmë në vijimësi, duhet që gjithë ekosistemi i inovacionit të ngrihet në një nivel tjetër. Dhe për hir të vërtetës, leadershipi dhe puna e ministres dhe ministrisë ekonomisë dhe inovacionit po jep rezultate kuptimplota. Kemi një çelje, nëse mund ta quaj kështu, të luleve të para të fushës së startupeve, dhe dua t'ju them të gjithë atyre që merren me startupe që për pak javë ne do të disbursojmë një fond tjetër, pasi rritja, domethënse këtë vit, e numrit të aplikimeve në Startup Albania e ka tejkaluar ndjeshëm fondin e parashikuar në raport me aplikimet me vlerë. Dhe ne nuk duam të lëmë aplikime me vlerë evidente që të presin vitin tjetër për të marrë financimin, prandaj duke u bazuar tek aplikimet, ne do të vendosim të dispozojmë fondin. Dhe fondin për startupet do të arrisim në mënyrë domethënëse, duke vazhduar vitin e ardhshëm me vitin e ardhshëm me vitin e ardhshëm, në mënyrë që të japim mundësi të gjitha talenteve, dhe jo vetëm në Tiranë, por në gjithë Shqipërinë, që duke pasur një ndihmë financiare fillimisht, të mund të transformojnë jetën e tyre, por të transformojnë, të ndikojnë dhe në transformimin e jetës vendit. Shumë faleminderit dhe të gjithë ata që merren me elektronik, nga sot, nëse besojnë që janë talent i veçantë, e kanë të hapur rrugën për të aplikuar dhe për të bërë pjesë e Albanian Digital Solutions, e përsëris një kompani që lind sot, por që do të bëhet superfuqia e tregut të shërbimeve digjitale publike. Dhe do të jetë në gjendje t'i paguaj punonjësit më mirë se çdo kompani tjetër sot në treg. Kështu që kjo le t'ju vlejë dhe kompanive tjera të tregut të rrisin pagat akoma, por ta dinë që sa më shumë t'i rrisin ata, aq më shumë do t'i rrisim ne mbi ata. Shumë faleminderit. Atëherë, duke ju falendëruar për pjesëmarrjen, ju ftoj në një pushim të shkurtër kafe. Faleminderit.